Mes debatit të krijuar së fundmi rreth spektaklit televiziv Ferma VIP, moderatorja Arbana Osmani ka reaguar në mënyrë të tërthort përmes një postimi emocional kushtuar partnerit të saj, regjizorit Eduard Grishaj. Në kuadër të ditëlindjes së tij, Arbana publikoi në Instagram disa momente romantike dhe familjare me Eduardin. Vëmendjen më të madhe e mori mesazhi që shoqëronte postimin, ku ajo shkruante: "Gëzuar ditëlindjen, qetësia ime pas çdo stuhie, tu duam pafund." Shprehja "pas çdo stuhie" u interpretua nga ndjekësit si një reagim indirekt ndaj polemikave të fundit që kanë përfshirë emrin e Fabiola Elezajt në Ferma VIP. Postimi erdhi pak orë pasi Eduard Grishaj reagoi publikisht mbi debatet që kanë shoqëruar formatin televiziv. Ai sqaroi për zgjedhjen e Olës në garë dhe mbrojti Arbanën për reagimin e saj në studio, duke e cilësuar atë si një veprim njerëzor. Regjizori gjithashtu vlerësoi kontributin e moderatores në televizionin shqiptar dhe mënyrën se si ajo ka sjellë një stil të ri moderimi ndër vite.